I kanë mbetur edhe 4 ditë kohë lëvizjes vetëvendosje që të dalë me një propozim rreth mandatarit në funksion të formimit të qeverisë së re, pas dështimit për ta bërë këtë në seancën e 26 shtetorit. Në takimin që një ditë më parë patën me presidenten Vjosa Osmani, lider të partive politike dikur opozitare thanë se nuk kanë mandatar për të propozuar, teksa ai I vetëvendosjes Albin Kurti kërkoi të jepen edhe disa ditë kohë në kuadër të afatit ligjor prej 10 ditësh. Pas këtij takimi, presidenti Osmani sqaroi se nuk mund ta mandatojë sërish Kurtin, shkaku I dështimit në herën e parë. E njohësi I çështjeve kushtetuese Mazlum Baraliu shpreh nevojën që vetëvendosja ta propozojë për kryeministër një figurë që është unifikuese. Duhet një mandatar tjetër, ai mandatar mund të jetë kushdo I vetëvendosjes, po fillimisht do duhen nga hierarkia mbase nënkryetari është glauku edhe ndonjë tjetër që mund të jenë kandidat potencial për mandatar të ri dhe të cilët mendoj unë që kanë një kredibilitet ndryshe. Në rast se deri më 5 nëntor nuk bëhet qeveria e re, kushtetuta parashet që presidentja t'i shpall zgjedhjet e parakohshme, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga data e shpalljes së tyre. Opsionin e zgjedhjeve të parakohshme e kanë përkrahur në vazhdimsi përfaqësues të partive që mandatin e shkuar kanë qenë në opozitë. Por për këtë qëndrim Baraliu I ka kritikuar të gjithë përfaqësuesit politik. Ai ka thënë se klasa politike do të tregohej e papërgjegjshme, po që se lejon që edhe një herë brenda vitit vendi të shkojë në zgjedhje parlamentare. Kjo është një, do thosha unë, një betejë pa dinitetshme dhe pa denje, pa ndershme, që ata bëjnë me njëri tjetrin duke I vënë në spikam prioritare egot e tyre politike, synimet e tyre politike që janë machiavelliste, për pushtet dhe për përfitime dhe beneficione siç I kanë pasur e mund t'i kenë, e jo për shtet dhe për republike për qytetarë. Pas zgjedhjeve të parakohshme që potencialisht do të mbaheshin në 10, kryetari I vetëvendosjes ka paralajmëruar ditë më parë se zgjedhje mund të ketë edhe në pranverë, në rast se kuvendi dështon ta zgjedhë presidentin pas përfundimit të mandatit të Osmanit në prill.